Gosja e miliardave. Nga avionet privat të resorti disa miliardësh në Sazan. Si shpenzon parat familja Donald Trump. Luksi që kalon çdo imagjinat. Zbuloni detajet e çmendura dhe lidhjen me ishullin e Sazan. Familja Trump njihet globalisht për perandoриnë e saj të biznesit, ndikimi politik dhe jetesën jashtëzakonisht luksoze. Sipas të dhënave të fundit, pasuria neto Donald Trump llogaritet në $6.5 miliard. Dërsa trashëgimtarët e tij zotërojnë pasuri individuale që shkojnë në $100 miliona. Nga pronat ekskluzive e deri te projekte turistike në Shqipëri, shpenzimet e tyre nuk njohin kufi. Kur bëhet fjalë për pasurinë ekstreme, pak emra zgjojnë aq shumë kuriozitet së familja Trump. Përveç grumbullimit të kapitaleve, mënyra se si ata menaxhojnë dhe i shpenzojnë miliardat e tyre, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së mediave botërore. The sheer scale of his family's collective wealth might just make you do a double take and wonder if you've been underestimating the glittering power of the Trump dynasty. Sa peshon pasuria e familjes Trump? Sipas revistes prestigjioze Forbes, pasuria neto presidentit Donald Trump llogaritet në rreth $6.5 miliard dhe fëmijët e tij gëzojnë shifra marramendse. Donald Trump Jr. $300 milion, Eric Trump $400 milion, Barron Trump $150 milion, Tiffany Trump $10 milion, Ivanka Trump dhe Jared Kushner një pasuri e përbashkët për $1.1 miliard. Projekti gjigant në ishullin e Sazan. Për publikun shqiptar, investimi më i rëndësishëm i kësaj dinastie është ai i Ivanka Trump dhe bashkëshortit të saj, Jared Kushner. Çifti ka ndarë mbi $1 miliard për të shndruar ishullin e Sazanit, një nga zonat e fundit të pazhvilluara në Mesdhe, një resort super luksos për elitën botërore. Sidoqoftë, përpara se të nisë ndërtimi, ishulli duhet të pastrohet plotësisht nga mjetet e pashpërthyera ushtarake që datojnë prej dekadash. Jeta nën Floriri. Penthouse, avion dhe ora luksoze ekstravagante e familjes Trump manifestohet në çdo aspekt të përditshmërisë së tyre. Penthouse në New York. Përpara se të zhvendoseshin në shtëpinë e bardhë në vitin 2017, Donald, Melania dhe Barron jetonin në një penthouse luksos për $50 milion brenda kullës Trump Tower. Trump Force One. Për udhëtimet e tyre, ata përdoren një avion privat të personalizuar, Boeing 757, i cili u ble për $100 milion, ndërsa mirëmbajtja e tij kushton miliona të tjera në vit. Garderoba dhe aksesorë. Donald Trump njihet për kostumet e tij të personalizuara Brion, që kushtojnë nga $5 deri në $7.000 për copë. Ndërkohë, anëtarët e familjes bojnë rregullisht ura të markave Rolex dhe Patek Philippe. Dijitëri. Kur Tiffany Trump u martua me Michael Boulos në nëntor të vitit 2022, unaza e saj e fejesës kapi shifrën në $1.2 milion. Koleksioni i arteve dhe i makinave. Ivanka dhe Jared zotërojnë një koleksion arti me vlerë për $25 milion. Familja gjithashtu posedon makina super luksoze të markave si Rolls-Royce, Lamborghini dhe Bentley. Një fakt interesant. Përkundër shpenzimeve të mëdha për siguri dhe pushime egzotike, Melania Trump ka zbuluar se ka refuzuar gjithmonë të punësojë një daldut për rritjen e djalit të saj Barron, duke preferuar të jetë një nën me kohë të plotë. Bëni follow dhe subscribe faqen Storm Kosova për të mësuar më shumë.